Ja çfarë ndodh trupit tuaj nëse nuk pini ujë mjaftueshëm. 75% e trupit tonë është ujë. Kur dehidratohemi, truri kurret, por si ndikon kjo në funksionin e tij? Bazuar në disa mostra urine të marra nga të vegjëlit e moshës 9 deri në 11 vjeç në Los Angeles dhe Manhattan, pothuajse 2/3 e tyre shkonin në shkollë gati të dehidratuar, çka mund të ndikojë negativisht në performancën e tyre mësimore. Nëse merrni dy grupe të vegjëlish dhe përpara një testimi u thoni që njëri të pijë një gotë me ujë dhe tjetri asnjë, e gjeni dot se cili grup del më mirë. Studiuesit dolën në përfundimin se këto rezultate tregojnë se të vegjëlit në një gjendje dehidratimi të lehtë mund të preferojnë nga pirja më e madhe e ujit dhe të përmirësojnë performancën e tyre. Hidratimi është i rëndësishëm. Nëse jeni të dehidratuar, duhet të shtoni edhe kripra minerale në ujin tuaj, ose të konsultoheni me mjekun për të marrë gjithashtu një zgjidhje më të mirë kundër problemeve të shëndetit të dobët që vijnë nga mungesa e ujit.